kreshma nuk është vetëm ndryshim ushqimi, por ndryshim zemre. Nuk mjafton të mos ha mish, por du të heqim dorë nga inati, thashëtheme dhe krenaria. Nëse kreshmojmë, por vazhdojmë të gjykojmë të tjerët, kreshma e humbet kuptimin e saj. Nëse lutemi, por nuk falim, zemra mbetet e mbyllur. Kreshma nafton në gjëra konkrete, të falim dikë që na ka lënduar, të kërkojmë falje aty ku kemi gabuar, të ndihmojmë një të varfër, të gjejmë pak kohë çdo ditë për lutje, të lexojmë pjesë nga shkrimi i shenjtë dhe nga librat e ejtërve të kishës. Kreshma në jetën tonë të përditshme. Kreshma nuk jetohet vetëm në kishë, por në shtëpi, në punë, në rrugë, në telefonin tonë. Kreshma nuk është vetëm çfarë vendosim në pjatë, por dhe çfarë lejojmë të hyjë në zemrën tonë. Në familje, në vend që të përgjigjemi me nerva, le të zgjidhim qetësinë. Në vend që të mbajmë inat, le të bëjmë ne hapin e parë për pajtim. Në punë, në vend që të flasim keq për kolegët, le të ruajmë heshtjen dhe ndershmërinë. Kreshma është kohë për të punuar me ndërgjegje të pastër. Në rrjetet sociale, le të agjërojmë edhe nga fjalët e kota, nga komentet e ashpra, nga gjykimi i shpejtë. Ndonjëherë, agjërimi më madh është të mos shkruajmë fare. Në jetën personale, le të gjejmë 10 deri 15 minuta çdo ditë për lutje. Lutje të sinqerta, jo vetëm të gjata. Një "O Zot më jep durim", një falënderim, një më fal. Kjo është kreshma. Pra kreshma është stërvitje e zemrës, ashtu si trupi forcohet me ushtrim, edhe shpirti forcohet me përpjekje. Nëse bëjmë hapa të vegjël çdo ditë, në fund do ta ndjejmë ndryshimin. Dhe kur të vi Pashka, nuk do të jetë vetëm një fest kalendarike, por një gjallje brenda nesh. Le ta fillojmë që sot me një vendim të vogël, me një falje, me një lutje. Gjithmonë të kujtojmë, kreshma është betejë, është thirrje, është zgjedhje. Ne mund të agjërojmë nga ushqimi, por a mund të agjërojmë nga mëkati? Ne mund të përmbajmë nga mishi, por a mund të përmbajmë nga krenaria, nga inati, nga gjykimi? Shënja Gojarti na paralemëron. Agjërimi i vërtet është largimi nga e keqja. Paktë, gjithçka tjetër është formë përmbajtjeje. Shën Vasili Madh thotë se agjërimi lind pendimin, dhe pa pendim nuk ka ndryshim. Pa ndryshim nuk ka ngjallje brenda nesh. Në lutjen e kreshmës së madhe, Shën Efrem Siriani na mëson të kërkojmë nga Zoti. O Zot, më ndihmo të shikoj fajet e mia dhe të mos të gjykoj vëllan tim. Ja revolucioni i vërtet shpirtëror, të ndryshoj unë, jo tjetri. Shën Porfir Kafsokaleviti na kujton, aty ku hyn Krishti, errësira largohet. Nëse hapim zemrën tonë, drita do të vijë. Nëse përulemi, hiri do të veprojë. Nëse luftojmë, Zoti do të na forcojë. Kreshma është koha jonë, mos ta lëmë të kaloj pa fryt. Dhe të kujtojmë se gjithë jeta jonë toksore është kreshëm, me kuptimin largim nga e keqja. O Zot, ndriçom errësirën, më ndihmo të shikoj fajet e mia dhe të mos gjykoj asnjëri. Amin.